Erdelina, Hey, kemi. vitet tua. Po. Atëherë, prej sa kohësh je punësuar dhe si ishte të vend puna? Aktualisht jam e punësuar për rreth 1 vit e gjysmë pranë Spitalit Hygea, Departamenti i Financës dhe puna më sugjeron nga shkolla. Nëse kompjuteri do të bllokojë në mes të një projekti madhor, çfarë do të bëje? Si do reagoje? Uroj që asnjëherë kompjuteri të mos më bllokohet në mes të një projekti, por do mendoja të gjeja një zgjidhje që të dorëzoja detyrën në kohë. Dikush të jep një elefant me kushtin që nuk mund ta shesësh apo dhurosh. Çfarë do të bëje me elefantin? Ku do e troja një elefant? Besoj që do e pozicionoja në një vend të përshtatshëm ku të kishte edhe hapësirë për elefantin dhe kur do të bëj foto me elefantin, të paguaj. Çfarë kompetence profesionale vlerëson më tepër tek vetja? Kompetencë profesionale vështirë ta përmbledhësh me një fjalë, por do thoja vullnetin, dëshirën për punë. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Më e kryesorja është përfundimi i studimeve në fakt, kështu që pas 5 vitesh, pse jo me master diku jashtë Shqipërisë. Si e njoh më të bukur? Fal konkursit si për marsit e së nesërmës. Çfarë vlerëson më tepër tek TBU-ja? Janë shumë gjëra në fakt që unë i vlerësoj këtu në TBU, është fryma që ne kemi këtu, dashuria dhe suporti i pandalshëm që shkolla na jep në çdo ditë, çdo vit, në çdo hap që ne marrim. Faleminderit.